pas këtij marketingu që tash më ka nisur të na duket i gjatë, sepse sigurisht duam që sa më shpejt të nisim bisedat. I ftuari im, të cilin unë veç më e prezantova, por nuk pati rastin që ta ndëgjoj atë hapje që unë ja bëra, do të përsëris vetëm një pjesë, është nga artistët e rrallë që u ka dhënë jetë me të cilën sigurisht publiku do jetoj përjetësisht. Sigurisht edhe performancat e tij tashmë janë shndruar në pikë referimi të teatrit, por edhe të filmit shqiptar, kështu që unë kam derin dhe kënaqësinë që sot do të realizojmë një bisedë, do thoja, më shpirtërore dhe ndryshe nga bisedat e tjera. Dimenzioni njerëzor është ajo që ne duam që ta ndajmë sigurisht me çdo të ftuar që e kemi në studion ton. Adem Karaka, kënaqësi të kem sot në Prizma për herë të parë në këtë emision dhe uroj që të jetë një bisedë e bukur që do të ngelet e rëndësishme në arkivin e emisionit ton. Flor, unë jam shumë mirënjohës. Nuk është hera e parë që unë jam pjesë e emisioneve të tua dhe sot për herë të parë në Prizma. Kështu që të dëshiroj shumë sukses dhe shkëlqefsh ashtu siç vetëm ti di. Faleminderit shumë, është kënaqësi dhe nder për mua. Ka kalu nga intervista e fundit që kemi realizuar pash që kishin kaluar 4 vite, kështu që gjatë këtyre 4 viteve ne kemi shumë gjëra për të ndarë bashkë me shikuesit, por fokusi i bisedës dua që të jenë etapat e jetës tënde. Dua të të kthej në fëmirin tënde, dua të të kthej në kohën kur ti i ke thënë vetes, por edhe familjes që unë dua të bëhem aktor. Në çfarë kohe dhe në çfarë faze, çfarë kujtime, çfarë memorie të kthen kjo periudhë? Kur i ke thënë vetes që dua të bëhem aktor? Në fakt, është e çuditshme. Unë gjithmonë si fëmijë kam qenë pjesë e patronateve të shkollës. Për të qenë i sinqert, duhet ta pranoj me siguri do ketë mundësi që dikush edhe nga arsimtarët ma dëgjoj intervistën edhe ata e din që unë kam qenë që çapkan, nuk kam qenë edhe aq fëmijë i urtë. Po në recitale, në shfaqjet teatrore që bënim ne shkollore, kam qenë gjithmonë pjesë. Po jo në herë që unë do mendoja që do bëhesh aktor, përkundërzi. Ishin si detyra shkollore më shumë. Po pas një periudhe, më kujtohet kur unë jam kthyer nga Zvicra për herë të parë viteve 90-ta, fillimi i viteve 90-ta, që ishte një entuziazëm i jashtëzakonshëm për të dhënë diçka në vlerën kulturore tonë. Në çfarë moshi je kthyer nga Zvicra, Adem? Unë jam kthyer diku në moshën 18-19 vjeçare. Okej, pra si i rritur. Si i rritur. Dhe si ka qenë ndryshimi i këtij realiteti nga jeta në Zvicër të kthehesh në Maqedoni? Tani besoj mund ta bësh këtë diferencë. Sigurisht që mund ta bëj. Nëse periudhë kur unë isha në Zvicër ishte 2-3 vjeçare, nuk ka zgjat shumë. Po e di që në atë periudhë vendose që çfarë do bëj unë me jetën time. Do filloj do ngel në Zvicër dhe do bëhem një autollakeri i mirë, do hap një garazh, do lyej vetura gjithë jetën e kështu me radhë. Pastaj thash jo, mendoj që nuk do merrem me këtë punë. Kështu që vendosa, prisha letrat, servizën edhe u ktheva në shtëpi. Vazhdova shkollën e mesme, vitin e 4 më saktësisht. Kur në kuadër të asaj periudhe, në fakt erdhi një regjisor, aktor, Sokol Angjeli nga Tirana, edhe një pjesë e intelektualëve në Kërçov edhe një pjesë e artistëve që ishin, vendosën që të bëjnë një shfaqje teatrale. Kështu që kuptohet, në këto përzgjedhje isha edhe unë. Okej. Ndoshta kjo është pikënisja që ndoshta unë mund të jem, nga se ishte edhe viti 4 që unë do duhet të përcaktohem ku do vazhdoj, ishin disa opcione. Ishte difi njerë. Pastaj ishte puna e mjekësisë, që do bëjshë një stomatolog. Pra nuk është se ke qenë shumë i qartë që do shkoje të studioje aktrimin. Ke pas edhe opcione tjera, dilema? Jo, absolutisht, kam qenë shumë në dilemat. Gjitha këto të ndryshme njëra me tjetrën, mjekësia, difi, aktrimi, gjitha këto në kontrast njëra me tjetrën. Pastaj mendova që gjitha këto që mund t'i përmbledh në një eksperiencë, në një zanat, vetëm ndoshta do ishte aktrimi. Mendoja që mi pëte mundësin për të qenë një mjek, mi pëte mundësin për të qenë një zruktar, mi pëte mundësin për të qenë një pilot, mi pëte mundësin për të qenë një rebel, për të qenë gjithë shka. Po, Dhe kështu që kështu ndodhi perspektivi definitiv.
Pastaj vazhdove studimet në Universitetin e Tetovës, apo jo, në Fakultetin e Artit Dramatik. Si do ta përmbledhje me pak fjalë këtë përvojë tënde si student në këtë universitet dhe në atë kohë? Unë do veçoja një gjë, ne ishim gjenerata e parë e studentëve në Tetovë. Ishte një situatë sa e vështirë për gjithë ne, asnjë nuk e dinte çfarë do ndodh me universitetin, do legalizohet, çfarë do ndodhi me diplomat tona, do diplomojmë, do vazhdojmë apo do na stopojnë. Do të thënë ishte një pikpyetje shumë e madhe për të ardhmen. Po ishte edhe një gjë shumë e bukur që ne më kujtojnë ditët e studimeve që ne ndodhte klasa jonë e parë që kishim profesorin Sefedin Nuredinin, ndijes pas që ka bërë një punë kolosale me ne. Ka punuar jashtëzakonisht shumë. Më kujtoj që ne punojmë në kushtet jashtëzakonshme në Tetovë, punonim në hipodrom të Baciali. Gjë që ndodhte që ne mos dilim nga hipodromi nga 48 orë. Dhe bukura e gjithë atij fillimi ishte që shpeshherë ndodhte që kujshit rreth shtëpisë na sillnin bukën poshtë. Wow. Dhe unë në emër të gjithë kolegëve do shfrytëzoj rastin t'ju falenderohem tej mase për gjitha të mikpritje dhe ngrohtësi, bujarie që ata njerëz na kanë falë gjatë këtyre studimeve. Pastaj, sigurisht, jetë studentore, ku ke, ku s'ke, ku do rish, ku do flesh, ku do rrugët të rrjupe policisë, kështu me radhë. Në thamë, po i jetë jashtëzakonisht e bukur, si jetë studentore ma. E qartë. Në fillimet e tua, Adem, më intereson, a ka pasur ndonjë kritik që ty të ka ndërtuar si aktor? Diçka që tani po të kujtohet, qoftë nga profesorët e parë, qoftë thjesht një kritik që ty të ka ardhur si ndih? Unë do mund të përmend një situatë. Në ato fillime ndodhte që rektori i atërshëm, profesor doktor Fadil Sulejmani, bënte vizita nëpër fakultetet e ndryshme. Dhe ne patëm një orë, nëse s'gabojmë, diksioni me profesor Xhevat Limani. Okej. Dhe dëgjojmë nalë që u hapë dera dhe dikush po s'bresin do hapa, kap, pastaj edhe do tjerë. Dhe vinte sigurisht profesori me përcjellje të strukturave të tij. Dhe ne ishim duke punuar në një gjë shumë të ndihshme me profesor Xhevatin. Dhe në një moment shohim Fadilin e gjithu shtangëm, e kupton. Ka ardhur rektori. Xhevati aq shumë ka bërtit. Jashtë! Në të quba. Jashtë si guxoni t'hyni këtu ku bëhen operacion shpirtrat e këtyre njerëzve. Më duket që kjo ishte Më duket që kjo batut mësoj shumë. Për mua do të thoshte shumë. Që është vërtet shumë shpirtërore kjo punë, nëse nuk shtrydh shpirtin brenda asaj që bën, është më mirë mos më marr me të. Dështë kjo ka ngel si një light motiv i profesionit tonë. Ti japish dikujt, ti falish gjithat lloj, ti deponosh trupin dhe shpirtin për të bërë gjithë këtë intervenim shpirtëror, nuk është gjë e vogël. Dhe është një përgjegjësi shumë e madhe dhe mendoj që edhe ne sa herë që mund të ndodhi të marrim një personazh, një rol të caktuar ku duhet ndërtojmë karakterin e tij, realisht duhet të hyjmë me gjithë shpirt brenda komunikimit ndër aktiv me personazhin. Dhe mendoj që ndoshta kjo është ajo më e madhja që mund ka dhënë shtysën e madhe. Dhe përderisa instinktivisht të kujtua, duke që është tamam ajo. Kam përshtypjen që është kjo. Ndoshta se kisha menduar tamam, po tash kur ma kujtove, mendoj që mund të jetë kjo. Mendoj. E qartë. Unë përmenda sigurisht edhe në fillim që ju keni jetuar me shumë role. Sigurisht që nga ngjitja juaj e parë në skenë, në teatr, në film, një numër pa fund rolesh. Ka një rol që ti do ta konsideroj, Adem, si më të spikatur tëndin, apo një rol që të ka ndikuar edhe emocionalisht? Padyshim, ka... Në fakt, të gjitha rolet janë
kërkoj një përkushtim të jashtëzakonshëm. Dhe unë mendoj që nuk ka rol më të bukur edhe më të mirë në momentin nga karakteri që po ban. Dhe kështu ndodh vazhdimisht. Kalon njëri, vjet tjetri, kërkon po të njëjtin impenjim, kërkon po të njëjtin përkushtim, po të njëjtën dashuri, po të njëjtin investim shpirtëror. Dhe secili veç e veç ka një botë më vete. Dhe varet çfarë kërkojmë brenda asaj bote. Po unë vërtet kam pas fatin për të shijuar botra të ndryshme. Sa e bukur. Tani dua të flasë pak edhe për bashkëpunimet me kolegët tuaj nga Kosova, nga Shqipëria. Unë e di që viteve të fundit, do thoja edhe teatri, po edhe filmi është bashkuar shumë, i ka bashkuar trojet shqiptare, qoftë në projektet përbashkëta, në të cilat sigurisht punoni së bashku. Me pak fjalë, si do t'i përkufizoje këto bashkëpunime të cilat i keni realizuar dhe ndoshta ato më të veçanta që do t'i konsideroje të përbashkëta? Unë vërtet e konsideroj vetëm me fat të jashtëzakonshëm. Gjithmonë e kam konsideruar si të tillë dhe vërtet kam pas privilegjin për të qenë pjesë për të punuar në Prishtinë, për të punuar në Shkodër, për të punuar në Tiranë, për të punuar në Korçë, gjë që nga do që kam qenë, po flas në sferën e teatrit, ka qenë një unë jam dje Shkodran, për të thamë drejtën, për këtë gjithat ngrohtësi që më kanë falë kolegët e Shkodrës. Jam dje dhe Korçar, për gjithat mirësi që më kanë dhanë kolegët e Korçës. Tirana gjithashtu, Prishtina. Nga se me Prishtinë kemi qenë gjithmonë më afër. Shkup, Prishtinë, është një lloj lidhje shumë e vjetër, në fakt. Ne kemi këmby gjithmonë, ka pas aktorë që kanë ardhur, kanë shkuar regjisorë, kështu me radhë. Me Shqipërinë sigurisht që kemi qenë, ose Shqipëria më saktësisht, ka qenë e izoluar, po jo që ne syt nuk i kemi pas andej. Dhe mu vje mirë që nga vitet 90 në teatrin tonë ka pas shumë aktorë, regjisorë të mëdhej që kanë punuar, si Piro Mani, si do thamë mos i radhis, po emra të zëshëm të filmit edhe teatrit. Kështu që këto lloj bashkëpunimesh ka qenë gjithmonë. Unë jam dje vërtet shumë ngrohtë, jam shumë i lumtur për bashkëpunimin që kemi pas në Korçë, me tregtarin e Venedikut. Ti është në skenë me Sotiraq Bratko, nuk është një gjë e vogël, për mua ka qenë një privilegj. Një ndër aktorët ikon të kinematografisë dhe teatrit shqiptar në Shqipëri, në Shkodër, të ndajsh skenën me Rita Gjekën, që është një artiste e jashtëzakonshme, po edhe Shkodra është një botë më vete që unë kam një dobësi realisht, ndaj gjithë asaj pasurie të madhe kombëtare që ne e kemi. E vërtet. Edhe si e tillë, ditë të fali dhe të t'japi shumë. Unë e kam bje vetëm shumë ngrohtë në Shkodër, absolutisht. Ngrohtë dhe unë i përshëndes ato njerëz nga do që janë. Në këtë pikë të bisedës që jemi, unë kam përgatitur një surprizë shumë të bukur për ty, Adem. Ftoj që ta ndjekim bashkë. Po. Adem, nuk e dia do jetë surprizë për ty apo jo kjo video që kam nisur nga Tirana. Po për mua ishte një kënaqësi e jashtëzakonshme që ta xhiroja këtë video. Sepse padyshim respekti edhe vlerësimi që un kam për ty është një gjë tashmë e njohur, amësia jonë
për jetën e tjetrit. Unë të njoh sigurisht prej se ti ke qenë një student, edhe aktor i ri që udhtoje vazhdimisht për të shkuar në Shkup, për ta mbajtur të ndezur zjarrin e pasionit bashkë me dritën, edhe pse kishit krijuar familje, edhe prej atëherë sigurisht ka kaluar shumë vite, por respekti për ty veç është rritur. Dera e teatrit Shkupit ka qenë një derë e hapur për gjithë regjisorët e Shqipërisë, ka qenë një ambient ku fryma e bashkëpunimit edhe dëshira për t'u njohur i ka ngjarë shumë sjelljes tënde, pra ka marrë pamjen e sjelljeve të tua, edhe reflektohet kjo në gjithë trupën e Shkupit, edhe gjithashtu edhe në pjesën teknike të stafit. Unë shumë uroj që kjo traditë të vazhdoj edhe të mbetet një derë e hapur, siç edhe shpresoj që Tirana dhe Prishtina gjithashtu të jenë dyert hapura për Shkupin, në mënyrë që përpjekja jonë për të krijuar këtë ambient pjellor për krijimtarinë, por edhe për marrëdhëniet njerëzore, të kthehet në një traditë e cila nuk do të ndalet deri në pikën kur marrëdhëniet mes teatrove tona, krijimtaria mes teatrove tona të jetë një proces i natyrshëm, siç edhe ne kemi ndruar gjithmonë. Unë t'uroj suksese ti ke marrë, ti tashmë je një artist i konfirmuar, jo vetëm si menaxher, po edhe si aktor, qoftë në kinema, qoftë në televizion, qoftë në teatr. Kështu që unë t'uroj shëndet, edhe sepse duke pasur shëndet ti do vazhdosh të krijosh vlera edhe më të mëdha, duke sigurisht du vazhduar traditën e artistëve të mëdhenj të teatrit Shkupit, po edhe plejadës së artë të artistëve të gjithë kombit shqiptar. Përqafime nga Tirana, suksese edhe gjithë të mira t'uroj. Një mesazh shumë i bukur ky. Unë nuk desha t'i largoj asnjë pikë, asnjë presje, sepse do e humbja magjinë e krejt kësaj që tha një regjisor i jashtëzakonshëm siç është Altin Basha, një pedagog, edhe regjisori i Portokallis për gjithë ata që nuk e din. Faleminderit. Është vërtet nder të dëgjosh gjithë këto fjalë dhe nga një mik, nga një dashamir, nga një regjisor siç është Altini. Ne vërtet njihemi gjatë kohë dhe ndoshta gjë peng që na ka ngel të dyve është padyshim realizimi i premierës tamam i Bregut Piklimit që ne punuam bashkë këtu dhe bëm gati për hapjen e teatrit shqiptar. Rihapjen realisht pas përfundimit të rekonstruksionit që nuk arritëm për ta bërë premierën për shumë arsye. Sido që t'jetë, unë mendoj që shpirti i gjithë atyre njerëzve që neve na lanë gjatë kohës pandemisë vazhdojnë të jenë afër nesh dhe na motivojnë për të bë akoma shumë. Tani unë dua nga regjia që të kërkoj një fotografi kur jemi te emocionet dhe nuk e di, këtë personazh që do ta kujtojmë me këtë fotografi, me kë më mirë se me juve, Adem. Çfarë të kujton kjo fotografi?
Do në mendoj që ky vend është me fat që ka pasur një aktor të jashtëzakonshëm si Luran Ahmeti. Absolutisht. Tani nga këto emocione, Adem mundua të kalojmë te emocionet bukura, pozitive, tek familja juaj. Një familje artistësh, një familje aktorësh, tani edhe një regjisor I cili është në shkëlqim e sipër, që është Orgesi, po dhe vajza Klea, për të cilën më tregove që ajo ka bërë një kthes pak, nuk është larguar nga arti, por ka shkuar drejt muzikës. Po, realisht, Klea është në vitin e parë në gjimnazin e muzikës. Edhe jam shumë I lumtur që realisht është aty. Këtu ka qenë shumë e vogël, tani Klea është bërë një gocë e madhe. është të rritë, është ba alamet vajze. Dhe në fakt në jam vërtet shumë I lumtur me familjen, me dritën, me fëmijët, me gjithë to kolegë të mrekullueshëm që I kam futur te galeria e familjes, sepse di që janë pjesë e rëndësishme e jetës tuaj. Edhe janë pjesë e familjes, realisht. Ne vërtet nuk bëjmë ndonjë ndasi të madhe. Ne nuk e dim kur jemi në shtëpi dhe kur jemi në teatr. Ç'është e vërteta. Po ta marr ajo familje që jeton në teatr. Po ne realisht po. Unë kujtohet Gjesi hapat e parë I ka bërë në skenë. Po. Sepse ishte I vogël, nuk kishte ku shkonte. Prindrit e mi ishin të dy në Zvicër. Ne ishim këtu, djanis kishim ku e lem. Sigurisht që ishte qerdhja, po jo gjithmonë do e lesh të qerdhe. Sigurisht. Në ato orare kur është dashur të jeni në punë, keni marrë me vete. Do të thënë edhe ata fëmija rritë teatr, brenda gjithë ty në njerëzve të mrekullueshëm. Edhe konsideroj vetëm me vërtet si njeri me shumë fat. Do të thënë për një nanë të shkëlqyer siç është drita për dy fëmijë të mrekullueshëm, Orgesi dhe Klea, që avash po hynë edhe ata në botën e artit. Në fakt po hynë, vendosin që të merren me botën e artit. Në botën e artit kanë qenë, që kur kanë ardhur këtë jetë, në këtë botë. Kështu që E the për dritën një nënë e mrekullueshme. Cilat janë fjalët tjera që ndoshta në qoftë se na ndjek drita do kishe dashur t'ja thoj asaj publikisht? Në fakt, Flor, po më zë ngushtë. Kjo është ideja. Na thuash fjalë shpirti pa u menduar fare. Është e vërtet, Altini përmendi parës që unë për një periudhë të gjatë kam udhëhequr teatrin edhe brenda asaj periudhe unë kam qenë vërtet shumë pak në shtëpi. Dhe realisht gjitha meritat e rritës së fëmijëve I takojnë dritës. Edhe unë nga këtu mund t'i them të jashtëzakonshme për fëmijët, për mbështetjen që ka pas dhe mirëkuptimin ndaj me për të qenë pjesë e obligimeve të teatrit, një orar I pa orar edhe I pjesë edhe e profesionit. Po kam përshtypjen që vetëm ajo ka ditë të nduroj. E bukur kjo. Dhe unë vërtet I falenderoj publikisht. Përveç sigurisht kujtimeve të bukura që keni, uroj të keni deri në fund të jetës pa fund kujtime të bukura, unë e di që ky portret I bukur familjar është sprovuar. Nuk dua t'i kthej ato emocione, por thjesht po të pyes nga ajo që kaloi drita, kaloi një smundje jo të lehtë, në çfarë realisht e ka ndryshuar dhe forcuar familjen tuaj gjithë kjo sprovë? Drita nga natyra është një tip luftëtari dhe njëri që nuk dorëzohet. Shumë e vërtet. Dhe sigurisht për gjithë aty në sfidave fundja, ndoshta vetëm neve kemi rastin për të shpreh hallet tona dhe janë halle të shumta të gjithë njerëzve që ne rrethojnë. Jeta është e tillë, të ishte më e bukur do kishte qenë paraqs. E vërtet. Kështu që do e shijojmë, do jetojmë me të gjitha të mirat dhe të këqijat që do na dalin përpara dhe ajo që do na fali Zoti. Bukur e the këtë pjesë. Unë dua të shkëputem për pak minuta me marketing, sepse duket që kemi një problem ngecje teknike të mikrofonit, ta rregullojmë dhe kthehemi shumë shpejt në studio.
Jemi rikthyer së bashku në këtë pjesë të dytë, por sigurisht biseda vazhdon aty ku e lam, tek familja. Megjithëse potencuam që tashmë jeni bërë gjithë antarët sigurisht pjesë të artit, dua të di kush i fiton debatet artistike në familjen tuaj? Adem. Se tani ju sfidojnë Orgesi dhe Klea, tash edhe të rritë updateuar, kur bëni debate, kush është ai që i ka argumentet më të fuqishme? Orgesi është goxha i updateuar në fakt, po edhe Klea nuk është larg. Në fakt, të shi sikur ne kanë marrë primatin, se që mund të debatojmë edhe vetë me dritën në raste, do ndërhyjnë diku edhe, kështu që ne ngelemi pa diskutim. Dhe jo, debate ka, në fakt, edhe jam shumë i lumtur që. Besoj çdo ditë keni debate. Kështu që jam inshallah do ketë gjithmonë. Ne kupton edhe nga ndonjëherë njeriu fillon dhe mendon, nuk e di ku do i dërgoj jeta Orgesin, Klean. Kështu që prapë në fund do ngelemi me debatet me dritën, qoftë për të mirë, qoftë për të keq. Ato debates do mungojnë sigurisht. Meqense Orgesi është pak më i rritur dhe meqense tashmë edhe profesionalisht po merret me profesionin e regjisorit, cila deri tani Adem ka qenë nga ato kërkesat e Orgesit që ty të ka habit? Diçka që ke kuptu dhe ke thënë me vete, okej, ky djalë është rrit tash. Në fakt unë akoma e shoh të ri. Për të qenë i sinqert, po... Sa vjeç ka bë Orgesi tash? Orgesi është gati 24 vjeç. Mirë është. Ka kaluar. Absolutisht po. Unë mendoj që pjesa e artit gjithmonë do mësosh. Gjithmonë ka një gjë të re. Gjithmonë ka një gjë shtesë. Është një qiell që nuk ka fund. Dhe unë shpresoj që kërkesat për të bëm shumë është mirë të mos kenë të ndalur. Dhe besoj që sa më shumë do e kuptosh që mund të dim shumë gjëra, pjesët teknike janë gjëra teknike që po edhe teknologjia fillon sot ka përsot shumë gjëra që mund t'i bëj më të lehta, po në fakt do doja të mos shkëputet shpirtërorja nga, unë besoj që arti është shpirt, edhe po si dhe shpirt nuk do jetoj. Sa do teknologji mund t'i falim, të se ndërtojmë, të mbi ndërtojmë, po prap e fundit të shpirti. Dhe pak të dosë shpirtit sinqert brenda për brenda nuk besoj se hynë në kategorinë e artit. E sidomos në art, pa shpirt, nuk ka vlerë do të asgjë. Nuk bëhet. Se cili me takatin e vetë. Patjetër. Po shumë e rëndësishme që ky të jetë i sinqert. Kaq. Nga rolet e babit, kë rol mendon ti që duan fëmijët më së shumti? E treguam që janë rritur bashkë me ju në teatr, kam parë shumë shfaqjet tuajat. I kam parë edhe ato sfidat e prapaskenave, gjitha këto proceset që kalon sigurisht do shfaqe. Cila është shfaqja që mendon ti apo që e kanë thënë ata me zë të lartë që e duan shumë nga ato çfarë kanë parë deri tani? Nuk e di. Do thamë pas çdo premiere vinë dhe turojnë shumë sinqerisht si primi. A të pëlqejnë ato komentet që i bëjnë? Po, absolutisht po. Feedbackun që ua japin nga ajo çfarë kanë parë, nga përjetimet e tyre po. Nga përjetimet e tyre, nga komentet e kolegëve që mund t'i diskutojnë. Dhe janë goxha të arsyeshëm. E kupton, jo gjithmonë ne mund të jemi koshient duke qenë brenda skenës. A jemi në gjendjen e duhur, në pozicionin e duhur dhe në emocionin e duhur në kuadër të ndërtimit të një skene, qoftë dialogu, monologu apo një skene kolektive. Dhe janë shumë elemente pastaj që puçen, që lidhen me njëra tjetrën. Për të dukur spontane, për të dukur të lidhur, për të dukur të natyrshme.
Sigurisht që ka shumë dialog rreth asaj pune dhe më vje mirë. Thjesht nuk e di çfarë do veçoja në gjë, po do të thënë diskutime ka dhe mua më pëlqen kur ka diskutime, padyshim. Sigurisht që po. Mund të kemi ndonjë bashkëpunim, ndonjë projekt për bashkët të Orgesit bashkë me ju? Ajo më varet nga Orgesi, unë jam i hapur. Të ka bërë një ftezëri tani Orgesi? Jo akoma. Jo akoma, okej Orges. Nëse po na ndjek, mendoje këtë çështje. Akoma jo. Po në fakt për të qenë sinqert nuk e di edhe unë sa jam gati për të. Unë mendoj që është në moshën e tamam të krijimtarisë. Unë dëshiroj shumë punë, një eksperjenca në këtë zanat është një gjë shumë e madhe. Edhe vetëm me punë do arrihen gjërat. Fundja unë mund të jem një nga aktorët që mund të jem pjesë diku, nëse e konsideron se duhet të jem. Kaq, pastaj është zgjedhja e tij fundja. Patjetër që po. Ne me qenë se jemi drejt fundit, unë kam përgatitur edhe një surprizë dhe thash që mos të vinë ato sekondat e fundit që mos të kemi mundësi të edhe dikush tjetër të ka dërguar një mesazh. Po, plot që bëne. Luki. Me Ademin njihëm që një shekull jo, po që një qerek shekulli. Kemi punu privilegj për të qenë në skenë, në tavolinë apo kudo që të jetë me Luan Jallën. E bukur shumë. Ne falenderojmë sigurisht për gatishmërinë, Shumë për të falenderoj. ndarë pak momentet Arritu dhe bë atë që ke bë. dhe tani? I ka bë Ademi ato që ka dashur? Unë po. Mendoj që sigurisht kam akoma borxhe. E konsideroj veten me shumë borxhe dhe shpresoj që do mipet mundësia për t'i lanë. Unë të falenderoj shumë, ishte një bisedë shumë e bukur, me një energji shumë të veçantë, ku kaluam emocionet ndryshme, sepse kjo është jeta, nga emocionet e bukura, kalojmë tek emocionet të cilat na bëjnë këta që jemi ne. Unë të falenderoj që na ke dhuruar, ja ke dedikuar jetën tënde
aktrimit në vendin tonë dhe e ke pasuruar, i ke dhënë identitet, do thoja, dhe unë jam shumë krenare që realizova këtë bisedë me ty sot. Shumë të faleminderit. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Kënaqësia ishte ime.